Dasma e Genar Topallit dhe Sindi Marina, kush ishin VIP-at dhe politikanët që morën pjesë. Modelja dhe prezantuesja sportive Sindi Marina dhe djali i Josefina Topallit, Genar Topalli, kanë kuruar dashurinë e tyre në martesë. Dasma e tyre duket të ketë qenë eventi më i rëndësishëm kulturor këtë javë. Por t'i shtosh edhe çmimin e kripur të dasmës zhvilluar në Villa Mianin, në një kështjell ku shihet gjithë Roma dhe ku çmimi vetëm një dasme shkon në disa qindra mijëra euro, nuk ishin si të mungonin edhe personazhet e njohur të politikës dhe jo vetëm. Në pamjet e publikuara nga dasma bie në sy prania e Argita Berishës dhe Flamur Nokës, ndërsa më e shkujdesur në prezencën e saj Floriana Garo me një fustan të gjelbërt, më shumë si zëdhënsja e Babamondit sesa e Sali Berishës. Ka bërë tag në vilën ku zhvillohet dasma, ndërkaq bie në sy edhe prania e këngëtares Manjola Analbani dhe Orgesa Zaimi, balerinës Senada Hoxha, gazetarit të Kronikës Roz, Eraldo Rexha dhe drejtori i programacionit të televizionit Klan Albert Dumani. Një dasëm për të mbajtur mend sigurisht, me luksin e çdo detaji, në një kështjell ku vetëm nëse do të bëje një xhiro bosh nëpër korridore kushton 100 euro dhe po të përfshish penzimet për të ftuarit, ushqimin, muzikën dhe spektaklin argëtues për dasmorët, shifra mund të shkojë shumë herë më lart. E po siç thonë në këto raste, njeriu veç një herë martohet dhe kur bëhet fjalë për djalin e ish numrit 2 të Partisë Demokratike, shpenzimet duken jo fort të rëndësishme. Me dallimin e vogël që duke nisur nga sot, Josefina Topalli do të jetë në parlament duke u përballur me regjimin e Ramaduros, siç u pëlqen demokratëve të quajnë qeverinë Rama.